إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد لازيت مير سملية الله سبحانه وتعالى حديثة كانت بين نماز الناطس بيغمير صلى الله عليه وسلم ونماز الفيترت ose është edhe të ajetet, hadithet që kanë bëjnë me namazin e vitrit. Namazi i vitrit është një namaz që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka falë gjithmonë dhe nuk e ka lënë sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Akmil barakallahu fik. Iqra ya Sheikh Muslih. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. باب صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في الوتر. عن مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي من الليل 11 ركعة يوتر منها بواحدة فإذا فرغ اضطجع على شقه الأيمن. نعم. Tani për transmeton një hadithin e parë thotë në përshkruan kaptina namazi I pejgamberit sallallahu alaihi wasallam në witr. Witr do të namaz pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në witr. Witr arabisht I thonë tekut. Numri tek është witr. Shafa' I thonë çiftit, numri çift, do thotë tek. Namazi I vitrit do të thonë është namazi tek. Falet 1 rekat, 3 rekat, 5 rekat, 7 rekat, 9 rekat, 11 rekat. Tregon Aisha radhiyallahu ta'ala anha se Rasulullah sallallahu alaihi wasallam falej natën 11 rekate. Edhe e përfundonte me vitër thot me 1. E përfundonte me 1. Dhe kur e mbaronte thot shtrihej në anën e tij të djathtë. Shtrihej në krahun e tij të djathtë sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Thot kështu bënte pejgamberi sallallahu alaihi wasallam namazin e natës, I falte 11 rekate sallallahu wasallamuhu alaihi. Akmil barakallahu fik. Assalamu alaikum. عن مالك عن سعيد بن أبي سعيد المقبوري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف أنه سأل عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كيف كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان؟ قالت ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن ثم يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن ثم يصلي 3 فقالت عائشة فقلت يا رسول الله أتنام قبل أن توتر؟ فقال يا عائشة إن عيني تنامان ولا ينام قلبي. Është hadith tjetër po ashtu nga Aisha radhiyallahu anha, që ka pyet Abu Salama ibn Abdurrahman ibn Auf radhiyallahu ta'ala anhum, e ka pyet Aisha radhiyallahu anha nënën e besimtarëve. Si ka qenë namazi I pejgamberit sallallahu alaihi wasallam në Ramazan. E pyet si ka qenë namazi I pejgamberit sallallahu alaihi wasallam në Ramazan. Aisha radhiyallahu anha thotë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nuk shtonte as në Ramazan e as jashtë më shumë se 11 rekate. Nuk shtonte më shumë se 11 rekate. I falte 4 dhe mos pyet thot për bukurinë e tyre dhe gjatësinë e tyre. Kanë qenë as të bukura namazet, as të bukura, as të gjata dhe të bukura. Pastaj thot I falte 4.
Tha prap mos pyet thot për bukurinë e tyre dhe gjatësinë e tyre. Pastaj i falte 3. Aisha radhiyallahu anha thot I thash ja Rasulullah, a flan ti ja Rasulullah para se të bësh vitrin? I dërguari Allah sa ka thonë, o Aisha, syt më flajnë, e zemra nuk më flan. Syt më flajnë dhe zemra nuk më flan. Kështu ka qenë sallallahu thotë që ka pas gjumin e veçantë, siç ka pas edhe veçori tjera shpirtërore dhe trupore sallallahu alaihi wasallam. Kjo ka qenë një prej veçorive të tij, thotë që syti i kanë flejt, ndërsa zemra nuk I ka flejt sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Akmil barakallahu fik. السلام عليكم. عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالليل 13 ركعة ثم يصلي إذا سمع النداء بالصبح ركعتين خفيفتين. نعم. Tani transmeton një hadith nga pashtu nga Aisha radhiyallahu ta'ala anha, që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam I falte natën 13 recate. Pastaj kur të dëgjonte ezanin e sabahit, do thotë, I falte 2 recate të shpejta, të lehta, 2 recate të lehta. Kjo është një shtojcë nga Aisha radhiyallahu ta'ala anha, shtojcë nga Aisha radhiyallahu anha që është bërë në hadithin e Buhari dhe Muslim, se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam I ka fal nga një herë edhe 13 recate, pas do thotë në namaz të natës, 13 recate në namaz të natës. Ka transmetime që këto 2 recate plus prej atyre që ka thënë Aisha radhiyallahu anha kanë qenë pas vitrit. Nga një herë pejgamberi sallallahu pas vitrit I ka falë 2 recate sallallahu wasallamuhu alaihi. E kjo është shtojse, më thonë. Për këtë arsye e shihni ndoshta në Qabe në Medinë I falin 13 recate. I falin 13 recate duke u bazuar në këtë hadith. Në xhami tjera shumicën tani alhamdulillah shumica në xhamive të botës falen nga 11 recate duke namazi I taravive, thotë duke u bazuar në veprimin e pejgamberit sallallahu për të cilën na tregon Aisha radhiyallahu ta'ala anha. Vllaznik mirë, siç po shihni, veprimin e pejgamberit sallallahu brenda shtëpisë së tij na tregon çu ka qenë Aisha radhiyallahu ta'ala anha, gruaja e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. E kjo është një prej urtësive pse pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka pas shumë gra. Pse? Sepse ato na tregojnë neve se çfarë ka bën Muhamedi sallallahu brenda shtëpisë së tij. Në shtëpinë e tij sallallahu alaihi wasallam ka kaluar shumicën e kohës, e s'kan pas mundësi më fut brenda shtëpisë ku kanë qenë gratë e tij, shokët e tij që na tregojnë veprimin e tij sallallahu alaihi wasallam. Për këtë arsye na kanë treguar për veprimet e tij, gratë e tij radhiyallahu ta'ala anhunna, të cilat janë nanat e besimtarëve. Allahu qoftë I kënaqur me to. Akmil barakallahu fik. السلام عليكم. عن مالك عن مخرمة بن سليمان عن كريب مولى ابن عباس أن عبد الله بن عباس أخبره أنه بات ليلة عند ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم وهي خالته، قال: فاضطجعت في عرض الوسادة فاضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهله في طولها، فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا انتصف الليل أو قبله بقليل أو بعده بقليل استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم فجلس يمسح النوم عن وجهه بيده، ثم قرأ 10 الآيات الخواتم من سورة آل عمران، ثم قام إلى الشن وعلق فتوضأ منه فأحسن وضوءه ثم قام يصلي. قال ابن عباس: قمت فصنعت مثل ما صنع، ثم ذهبت فقمت إلى جنبه فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده اليمنى على رأسي وأخذ بأذن اليمنى يفتلها، فصلى ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم أوتر، ثم اضطجع حتى أتاه المؤذن فصلى ركعتين خفيفتين ثم خرج فصلى الصبح. نعم. Tani kemi hadithën e Ibn Abbasit radhiyallahu ta'ala anhu, që ka qenë thot djali I xhaxhait pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, thot që ka flajt një natë te Mejmunaja, gruaja e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. E Mejmuna ka qenë tezja e tij. Do të Mejmuna bint Mehran ka qenë tezja e tij. Do të ka ardhur tezja me bujtë, tezja e tij ka qenë gruaja e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe thot
dhe kam fjet thot në gjërsinë e jastëkut. Në gjërsinë e jastëkut. Thot për së gjëri jastëkut. Dhe pejgamberi sa thot me gruan e tij thot fletën në gjatësinë e jastëkut. Thot jastaku kështu, ai ka flet nalt për mbi ta në pjesën e sipërme, ata dytë kanë flet, prandaj thot ky ka qenë djalë i ri, parakorsisht ka hyrë në pubertet atëherë, ka qenë në pubertet, dhe ka flet të hall të tezja e vete me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam në një vend. Thot edhe pejgamberi sallallahu thot fleti pejgamberi sallallahu deri në gjysmë të natës, ose pak para gjysmës natës, ose pak pas gjysmës natës. Dhe ka flet një pjesë të natës Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Pastaj thot u ngrit pejgamberi sallallahu dhe filloi thot ta fshi gjumin nga sytë e tij. Ta fshi gjumin nga sytë e tij, kur ngritet njëri nga gjumi, thot e ka fshi syt nga gjumi. Pastaj thot i lexoi 10 ajetet e fundit të surës Ali Imran. 10 ajetet e fundit të surës Ali Imran, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil layli wan nahari la ayatun li ulil albab. I ka lexuar 10 ajetet e fundit të surës Ali Imran. Pastaj thot shkoi te një enë nga lëkura, thot, nga enë me lëkurë që ka pas ujë në të, dhe ai ka qenë varur në një pjesë të dhomës, thot enë me ujë, e bën nga lëkura e vjetër, thot, dhe mori abdest në formën më të mirë sallallahu alaihi wasallam. Pastaj thot u ngrit të falej. Thot dhe u ngrita thot edhe unë dhe bëra çfarë bëri pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Pastaj thot u ngrita dhe shkova në anën e tij, thot në anën e tij. Thot ka shku në anën e majt të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, në anën e majt të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, dhe është lidh me të në namaz. Thot atëherë thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot e vendosi thot dorën e tij të djathtë në kokën time, ja ka vënë kryt në dorën kokë tij. Thot edhe më kapi thot për veshën e djathtë, ma tërheqi veshën, ma tërheqi veshën. Do çka ka bërë pejgamberi e ka qit në anën e djathtë të tij, nga sa që falet me imamin është veç me imamin, duhet të falet në anën e majt e djathtë të imamit. Thot atëherë thot i ka falë thot pejgamberi sa thon 2 rekate. Pastaj i ka falë në fillim 2 rekate. Pastaj 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 2 rekate thot. Pastaj thot ka bër vitrin. Thot pastaj thot është shtrir derisa ki ka ardhur muezini. Thot edhe i ka fal pastaj 2 rekate të shkurta, dhe doli pastaj të fal namazin e gjatë. Thot i ka fal pejgamberi sallallahu alaihi wasallam 11 rekate. I ka fal 11 rekate sa në namaz të natës, dhe ka flejt pastaj, do thot përafësisht 1/3 e natës që ka mbetur, ka flejt pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, apo 1/4 e natës që ka mbetur ka flejt pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Dhe kur ka ardhur muezini ta thras namaz për sabah, për namaz të sabahit, i ka fal 2 rekate vitrin, sunetin e sabahit e ka fal të shkurt sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Akmil barakallahu fik. أحسن الله عليكم. عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن أبيه أن عبد الله بن قيس بن مخرمة أخبره عن زيد بن خالد الجهني أنه قال: لأرقمن الليلة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فتوسدت عتبته أو فسطاطه، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى ركعتين طويلتين، ثم صلى ركعتين وهما دون اللتين قبلهما، 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 ثم أوتر فتلك 13 ركعة. نعم.
Tani tregon një transmetim nga Zeid ibn Khalid al-Juhani radhiyallahu ta'ala anhum, që ka thënë do të shikoj sonte se si vepron pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me namazin e tij. Do të shikoj se si e fal namazin e natës Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Thot dhe çfarë kam bër? Të kam shku thot dhe jam shtrirë te pragu i tij apo pragu i derës së tendës së tij, çadrës së tij. Allahu alem, kjo si duket ka qenë kur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka qenë në udhtim dhe ka pas me vete tendë të cilën e ka përdorur që të flejnë në të natën. Allahu e din më së miri. Se për ndryshe si ka mujt më kjo më afru të shtëpia e grave të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe të shikoj se si falet pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Mirë po si duket kjo ka qenë gjatë udhëtimit të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Pastaj thot është ngrit pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Është ngrit pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe i ka falë thot 2 recate të gjata. 2 recate të gjata, domethënë 2 recate shumë të gjata i ka falë sallallahu alaihi wasallam. Pastaj thot i ka falë 2 recate thot, por ishin më të shkurta se ato 2 të parat. Pastaj i ka falë thot 2 recate thot, edhe ishin më të shkurta se këto 2 të treta të katërta. Pastaj thot i ka falë 2 recate thot, ishin më të shkurta se ato përpara tyre. Pastaj thot i ka falë 2 recate dhe ishin më të shkurta se ato 2 para tyre. Pastaj thot i ka falë 2 recate dhe ishin më të shkurta se ato 2 para tyre. Pastaj ka bë vitrin dhe këto ishin 13 recate. Kjo është një prej transmetimeve për 13 recate të pejgamberit sallallahu alaihi wa sallam. Hadithi është sahih në sahihun e Imam Muslimit radhiyallahu anhu. Akmil barakallahu fik. أحسن الله عليكم. باب الأمر بالوتر. عن مالك عن نافع عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة الليل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الليل مثنى فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى. نعم. Trashku kaptina thot e urdhrit për namaz të vitrit. Kaptina e urdhrit për namaz të vitrit. Namazi i vitrit është obligim apo jo? Më sakta është se namazi i vitrit nuk është obligim, nuk është vajib, nuk është obligativ. Mirë por sunet i fortë nga Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam. E obligative janë 5 vakte të namazit. Ndërsa vitri është urdhër nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, mirë por nuk është obligativ. Nuk është obligativ nga se ka hadithe të tjera që e hjekën nga obligueshmëria namazin e vitrit. Nuk është ai namaz që do thot e ka obligueshmërinë sikurse namazi i sabahit apo namazi i yatsis apo namazi i drekës apo i ikindis. Mirë po është namaz që pejgamberi sallallahu nuk e ka lënë as në udhtim e as kur ka qenë të shtëpia, nuk e ka lënë kurrë sallallahu alaihi wasallam. Mirë po nuk është obligim. Nuk është obligim. Në këtë hadith të Abdullah ibn Umerit radhiyallahu ta'ala anhuma, se një njeri tregon thot që një njeri e ka pyet pejgamberin sallallahu alaihi wasallam për namazin e natës. E ka pyet për namazin e natës. E Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ka thënë salatul layli mathna. Ka thënë namazi i natës është 2 nga 2. 2 nga 2. E kur dikush nga ju friksohet se do të arrijë sabahin, thot e fal thot një recat vitrin dhe kjo ja bën do thot ja bën si tek namazet që i ka falë më herët. Ja bën si tek namazet që ka falur më herët. Kjo është një argumenteve që ne përdorin ulemat që thonë që namazi i natës, do thot taravih, vitri, bën të falet më shumë se 11 recate apo 13 recate. Nga se pejgamberi sa ka thënë në mënyrë të përgjithshme, namazi i natës është 2 nga 2, bëni çfarë thotë. Nuk e ka ndaluar pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Mirë po, namazi më i plot, padyshim është namazi i pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Ai sallallahu alajhi wasallam ka fal ose 11 ose 13 recate në namaz të natës. Nuk ka fal më shumë sallallahu alajhi wasallam. Mirë po i ka fal namazet e gjata, çka thon Aisha radhiyallahu anha, fala tasal an tulihinna wa husnihinna wa tulihin. Mos pyet për bukurinë dhe gjatësinë e tyre. Ka fal namaz të gjata, të mira, të forta.
Kjo është mendimi më i saktë që më së miri është i përmbahemi hadithet të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, ti falim 11 recate apo 13 recate, mirë po të jenë në pajtim me sunetin e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, jo vetëm në numër, por edhe në formë, edhe në formë. Këtu pejgamberi sallallahu alajhi wasallam thotë në hadith namazi natës është 2 nga 2. Kjo është një argumenteve që kjo është një nga argumentet që namazi i vitrit falet 2 nga 2, ose ka bërë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Në hadithin e Aishës thotë që par më herët thotë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka falë një herë 4. Pastaj ka përmend 4 prap sallallahu alajhi wasallam. Disa kanë thënë që kjo në api argumenteve që bën të falen edhe 4 recate me një selam, me një selam, Allahu e di mas miri. Akmil barakallahu fik. أحسن الله عليكم. عن مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان عن ابن محيريز أن رجلا من بني كنانة يدعى المخدجي سمع رجلا بالشام يكنى أبا محمد يقول إن الوتر واجب، فقال المخدجي فرحت إلى عبادة بن الصامت فاعترضت له وهو رائح إلى المسجد فأخبرته بالذي قال أبو محمد، فقال عبادة كذب أبو محمد، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول 5 صلوات كتبهن الله عز وجل على العباد، فمن جاء بهن لم يضيع منهن شيئا استخفافا بحقهن كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة، ومن لم يأت بهن فليس له عند الله عهد إن شاء عذبه وإن شاء أدخله الجنة. نعم. Ka qenë thot një njeri që ka qenë el-Muhdegji. Thot ai e ka dëgju, ky ka qenë nga tabenat. Thot e ka dëgju një njeri në Sham që quhej Ebu Muhammed, që kishte kunjen Ebu Muhammed, duke thënë se vitri është wajib. Vitri është wajib, domethënë i obligueshëm. Thot edhe ky Muhdegji u thot kam shku te Ubada ibn Samit radhiyallahu anhu, shoku i pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Dhe i kam dalë përpara thot kur ai ishte duke shku në xhami. Dhe i thash për atë çfarë e lajmërova për atë çfarë thoshte ky Ebu Muhammedi. Atër Ubada tha kadhaba Ebu Muhammed, ka rrajt Ebu Muhammed, nuk e ka thonë të vërtetën. Që arabët e përdorin fjalën kadhaba, ka rrajt, nganjëherë për qëllim kur thot ka gabuar Ebu Muhammed, nuk e ka thënë të vërtetën. E kam dëgjuar pejgamberin sallallahu alajhi wasallam, Ubada tash thotë e kam dëgjuar Rasulullah sallallahu alajhi wasallam thotë e kam dëgjuar duke thënë 5 namaze i ka bërë obligim Allahu, ka bërë obligim Allahu robërve. 5 namaze Allahu ka bërë obligim robërve. Thotë dhe kush i plotson ato dhe nuk e humb asnjë nga ato, thotë nuk e humb nga duke i nënçmuar obligueshmërinë e tyre. I çon në vend dhe nuk e nënçmon ato dhe nuk lën asgjë nga obligueshmëria e tyre. E ka ai thot do të ketë, nëse e vepron këtë mënyrë, thot i jep 5 namazet i fal dhe nuk i nënçmon ato dhe i çon në vend namazet, do të ketë thot premtim nga Allahu, thot ka premtim nga Allahu se do ta fusë në xhennet, E kush nuk i fal ato, kush nuk i bjen ato, thot nëse nuk ka premtim nga Allahu, Nëse don thot e dënon, edhe nëse don e fut në xhennet, nëse don e fut në xhennet. Ky hadith është së pari argument që namazi i vitrit nuk është obligim. Së dyti, në të është obligueshmëria e 5 vakteve të namazit. Së treti, nga ky hadith kanë nxjerrë argument ulemat të cilët nuk e bëjnë mosbesimtar atë i cili e lën namazin nga dembelia, që e lën namazin. Këtë është një prej argumenteve që ai nuk konsiderohet mosbesimtar. Nuk konsiderohet mosbesimtar i dalur nga feja e Allahut subhanahu wa taala. Nga se në këtë hadith tregon Ubada ibn Samit se pejgamberi ka thënë shaj që nuk i fal
të gjitha namazet, ose lën diçka nga namazet, nuk ka premtim nga Allah se do ta fut në xhennet. Mirë po thotë, nëse don Allahu e dënon, e nëse don e fut në xhennet. Nëse don e fut në xhennet, Allah na bëf prej atyre të cilët e falin namazin, i përmban rregullat e Allah subhanahu wa taala, nuk lën gjë nga feja Allah subhanahu wa taala pa e praktikuar. Ekmir barakallahu fik. السلام عليكم. عن مالك عن أبي بكر بن عمر عن سعيد بن يسار قال: كنت أسير مع عبد الله بن عمر بطريق مكة قال سعيد فلما خشيت الصبح نزلت فأوترت ثم أدركته فقال لي عبد الله بن عمر: أين كنت؟ فقلت له: خشيت الصبح فنزلت فأوترت. قال عبد الله: أليس لك في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة؟ فقلت: بلى والله. فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يوتر على البعير. نعم. Said ibn Yasar ka qenë nga tabiinët. Udhtoja thot me Abdullah ibn Umerin radhiyallahu ta'ala anhuma në rrugën e Mekkës, thot kanë shkuar për në Mekë. Thot edhe Saidi thot ishim duke udhëtuar natën, kuptohet thot, dhe u friksova thot se do të mrri namazi sabahit. Thot dhe zbrita nga kafsha që ka qenë duke udhëtuar, kali apo deve, çfarë që ka qenë, dhe e fala vitrin. Pastaj thot nxitova dhe arrita prap Abdullah ibn Umerin. Dhe më thaj, ku ishe? I thash, u friksova se do të më mri sabahi, dhe zbrita, dhe e fala vitrin. Atër thot Abdullah i tha, a nuk ke ti shëmbëltyr te Rasulullah s.a.s. E thash, o gjithsesi se kam shëmbëltyr pejgamberit s.a.s. Wallahi e kemi shëmbëltyr atë. Atër thot Rasulullah s.a.s. Abdullah ibn Umeri ka thonë, Rasulullah s.a.s. e falte vitrin në deve mashkull të tij. Pejgamberi s.a.s. vitrin e ka fal duke qenë hipun deve, sallallahu alaihi wasallam. Duke qenë mbi deve ka fal vitrin sallallahu alaihi wasallam. Kjo është nga se sunnetet, pejgamberi s.a.s. kur ka qenë në udhtim i ka fal duke qenë në deve, sallallahu alaihi wasallam, nuk ka zbrit ti fal në turp, për farzë ka zbrit. Mirë, po për sunete jo, i ka fal aty ku ka qenë duke ulur, i ka fal sallallahu alaihi wasallam. Akmil barakallahu fik. أحسن الله عليكم. عن مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أنه قال: كان أبو بكر الصديق إذا أراد أن يأتي فراشه أوتر، وكان عمر بن الخطاب يوتر آخر الليل. قال سعيد بن المسيب: فأما أنا فإذا جئت فراشي أوترت. نعم. Tani e tregon një transmetim nga Said ibn al-Musayyab. Said ibn al-Musayyab ka qenë prej tabiinëve që ka thënë Ebu Bekr radhiyallahu anhu, kur donte të flinte, e bënte vitrin, e falte vitrin, para se me flajt, e ka fal vitrin. Ndërsa Umer radhiyallahu anhu e falte vitrin në pjesën e fundit të natës, të natës. Said ibn al-Musayyab thotë, unë thot, kur du të flej, thot, atër e fali vitrin. Kjo të shka, nga se Ebu Bekr radhiyallahu anhu e ka marrë më të sigurtër. E sigurtër është shka, që ta falësh vitrin para se të flesh, nga frika se nuk del gjumi deri në sabah. Ndërsa Umer radhiyallahu anhu e ka marrë atë të vendosshmërinë, dhe e ka lënë vitrin, ka flajt një herë, pastaj është ngrit natën dhe ka fal vitrin radhiyallahu ta'ala an. Akmil barakallahu fik. أحسن الله عليكم. عن مالك أنه بلغه أن رجلا سأل عبد الله بن عمر عن الوتر أواجب هو؟ فقال عبد الله بن عمر: قد أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأوتر المسلمون. فجعل الرجل يردد عليه، وعبد الله بن عمر يقول: أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأوتر المسلمون. Tani e tregon një transmetim, thot, po ky është i ndërprerë, nga se drejt Imam Maliku shkon te Abdullah ibn Umer radhiyallahu, thotë se ka dëgjuar që një njeri e ka pyet Abdullah ibn Umerin se është vitri vajib, është i obligueshëm vitri. Atëherë thot Abdullah ibn Umeri ka thënë, pejgamberi sa ka marrë vitrin dhe muslimanët
e kanë falë vitrin. E njeriu thot, ky pyetsi ka vazhduar me bot një të pyetje. E Abdullah ibn Umar ka thënë, pejgamberi sallallahu ka falë vitrin dhe muslimanët e kanë falë vitrin. Kjo thot çka? Që mos të lodh me pyetje që s'ka nevojë me të thot. S'ka pas nevojë me bë këtë pyetje. Nuk është obligativ. Vitri mirë po, pejgamberi sallallahu ka vepruar. Dhe veproi atë që ka vepruar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, e mos bë pyetje të shumta. Akmil barakallahu fik. أحسن الله عليكم. عن مالك أنه بلغه أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانت تقول: من خشي أن ينام حتى يصبح فليوتر قبل أن ينام، ومن رجا أن يستيقظ آخر الليل فليؤخر وتره. نعم. Prap një transmetim ashtu I Malikut drejt nga Aisha dhe ndërprer po ashtu. Thot se Aisha radhiyallahu anha ka thënë, kur friksohet se do të flej deri në sabah, kur friksohet se do të flej deri në sabah, thot le ta bëj vitrin, le ta fal vitrin para se me flet. E kush shpreson se do të zgjohet pjesën e fundit të natës, thot le ta vonoj vitrin, e tij. Akmil barakallahu fik. أحسن الله عليكم. عن مالك عن نافع أنه قال: كنت مع عبد الله بن عمر بمكة والسماء مغيمة، فخشي عبد الله الصبح فأوتر بواحدة، ثم انكشف الغيم فرأى أن عليه ليلا فشفع بواحدة، ثم صلى بعد ذلك ركعتين فلما خشي الصبح أوتر بواحدة. Po tani tregon Imam Maliku nga Nafi Maula ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhu, që thot kam qenë me Abdullah ibn Umerin, ka qenë me Abdullah ibn Umerin në Mekke, dhe nata thot ka qenë, qielli thot ka qenë me re, dhe nuk është drejta është nata, po është sabahi apo çka. Dhe Abdullah ibn Umer thot është friksu se do ta mri sabahin. Dhe e ka bërë vitrin një rekat, e ka falë vitrin një rekat. Pastaj thot janë largur rejt. Dhe ka pa Abdullah ibn Umer që ka halat natë, thot nata vazhdon akoma. Atëherë thot atë rekatin që e ka falë një, thot e ka falë edhe një që t'i bëhen dy. Pastaj dhe I ka bërë çift, do thot. Pastaj thot I ka fal 2 nga 2 derisa është friksu se do të arrijë sabahun, dhe e ka bërë vitrin, e ka fal vitrin një rekat. Kjo është sipas mendimit të atyre që thonë që nëse don të falesh pas vitrit, duhet që vitri të jetë sendi I fundit që fal. Të jetë vitri. Edhe nëse don me fal diçka më shumë se vitri, atëherë vitrin bëne shefe, domethënë shndroje në shefe, shtoja edhe një rekat që të bëhet çift. Ky është mendimi I tyre. Mirpo pejgamberi sallallahu alajhi wasallam është vërtetuar që ka fal edhe mas vitrit. Ka fal pejgamberi sallallahu alajhi wasallam 2 rekate pas vitrit. Kështu që s'ka gjë të keqe nëse e fal vitrin në fillim të natës, e pastaj zgjohesh dhe do të fal natën, mirë po nuk e fal prap vitrin, nga se pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thonë la witrani fi lejla, se s'ka brenda një nate 2 vitra, por një vitër është veç. Akmil barakallahu fik. صلى الله عليكم. عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يسلم بين الركعتين والركعة في الوتر حتى يأمر ببعض حاجته. Tani Maliku prapë transmetim nga Abdullah ibn Umer radhiyallahu ta'ala anhu, që Abdullah ibn Umeri jepte selam, jepte selam pas 2 rekate, edhe pas vitrit, dhe thoshte I thoshte njerëzve çka ka pas nevojë, nëse ka pas ndonjë nevojë diçka, ka fol mes namaz. Akmil barakallahu fik. أحسن الله عليكم. عن مالك عن ابن شهاب أن سعد بن أبي وقاص كان يوتر بعد العتمة بواحدة. أكمل. قال مالك وليس على هذا العمل عندنا، ولكن أدنى الوتر 3. Malik po transmeton nga Ibn Shihabi
se Ibn Shihab do thotë ka qenë prej ulemave të tabinëve, prej ulemave të mëdhenj të tabinëve, Imam Zuhriu, se Sa'd ibn Abi Waqqas radhiyallahu anhu, që ka qenë një prej 10 përgëzuar me xhennet, e falte vitrin pas namazit të jacis një rekat. E falte vitrin një rekat pas namazit të jacis. E Maliku thot, kjo nuk është veprimi të ne, të ne banorët e Medinës. Thot, vitri më i pakt është 3 rekate. Vitri më i pakt është 3 rekate. Kjo është mendimi i Imam Malikut rahimahullah. Se vitri së paku është 3 rekate, mirë po, thot, kjo është mendimi i tij radhiyallahu ta'ala anhu. Mirë po, pejgamberi sa ka thënë në hadith të qartë që namazi i natës është 2 nga 2. Dhe kush friksohet që do të arrijë sabahi, thot fale, i ka thënë fale një rekat. Fale një rekat, s'ka gjë tjetër të falet vitri, një rekat. Akmil barakallahu fik. السلام عليكم. عن مالك عن عبد الله بن دينار أن عبد الله بن عمر كان يقول صلاة المغرب وتر صلاة النهار. قال مالك من أوتر أول الليل ثم نام ثم قام فبدا له أن يصلي فليصل مثنى فهو أحب ما سمعت إليه. نعم. Abdullah ibn Umeri, Petroni transmetuar nga Abdullah ibn Umeri që ka thënë që namazi i akşamit është vitri i ditës. Pse ka thënë nga se akşami është afër me ditën dhe është 3 rekate, për këtë i gjason vitrit, por vitri i ditës, nga se lidhet me ditën, akşami është afër ditës, i ka filluar nata më një herë. Pastaj Imam Maliku rahimahullah thot, kush thotë ka fal vitrin në fillim të natës 3 rekate, pastaj thot flan dhe donte falet, atëherë thot le t'i falet 2 nga 2. Kjo t'i fal 2 nga 2, kjo është mendimi gjëja më e mirë që kam dëgjuar. Ashtu siç e thashë më herët, s'ka nevojë ta përsëris vitrin. Pastaj namazi i vitrit falet çu ka fal pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Ose e fal veç një rekat, ose e fal 3 rekate, po me një selam, e jo me 2 selam, sikur forma e namazit të akşamit. Pse? Sepse pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka ndaluar që të falet vitri në formë të namazit të akşamit. Nëse je imam ti apo diçka, nuk e fal në atë mënyrë. Po tani për shembull nëse falesh pas një imami që e fal vitrin në formë të akşamit, çfarë bën? A kundërshton atë imam? Jo, nuk e kundërshton imamin, po falesh siç falet imamin, dhe nëse ja qëllon imami, ai e ka mirë, nëse nuk ja qëllon, ai e ka keq, ndërsa ti e ke mirë, nga se ti e pason imamin dhe nuk e kundërshton imamin në këtë veprim. Akmil barakallahu fik. أحسن الله إليكم. باب الوتر بعد الفجر. عن مالك عن عبد الكريم بن أبي المخارق البصري عن سعيد بن جبير أن عبد الله بن عباس رقد ثم استيقظ فقال لخادمه انظر ماذا صنع الناس، وهو يومئذ قد ذهب بصره، فذهب الخادم ثم رجع فقال قد انصرف الناس من الصبح، فقام عبد الله بن عباس فأوتر ثم صلى الصبح. نعم. باب ما جاء في الوتر بعد الفجر. Çfarë erdhi thot kaptina, çfarë gjëra kanë ardhur për vitrin mas namazit të sabahit. Nëse ka kalu vitri, s'ka mujt me fal vitrin, a bën me fal vitrin pas namazit të sabahit. Tani këtë transmetojmë nga Abdullah ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, që i ka thënë, kur u zgju nga xhumi dhe i ka thënë shërtorit të tij, ai ka thënë, shiko çfarë kanë bërë njerëzit. Dhe në atë kohë Abdullah ibn Abbasit i ka ik shikimi, në pjesën e fundit të jetës së tij. Abdullah ibn Abbasi është verbëru radhiyallahu ta'ala anhu, i ka shku shikimi, nuk ka pas më shikim. Dhe s'ka mujt me ditë a është ditë apo natë. Thot ka shku shërtori, ka pa dhe i ka thënë njerëzit janë largu, e kanë falë namazin e sabahit. Atëherë thot Abdullah ibn Abbas radhiyallahu ta'ala thot e ka fal vitrin së pari, pastaj e ka fal sabahin vetë, thot sabahin ose me këtë shërtorin e tij. Ky hadith është i dobët, nga se ai transmetuesi Ibn Abi al-Mukhariq është dhaif, është i dobët. Mirë po, prap veprimi është ashtu siç ka bërë Abdullah ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhu.
nëse do të vërtetoj kjo hadith. Akmil barakallahu fik. السلام عليكم. عن مالك أنه بلغه أن عبد الله بن عباس وعبادة بن الصامت والقاسم بن محمد وعبد الله بن عامر بن ربيعة قد أوتروا بعد الفجر. Naam. Maliku tregon thot kam dëgjuar se Abdullah ibn Abbasi, Ubada ibn Samit, Al-Qasim ibn Muhammad, Abdullah ibn Amr ibn Rabi'a, të gjithë ta thot e kanë fal vitrin pas fajrit. Nëse se kanë rri me vakt, e kanë fal vitrin pasi e kanë fal fajrin. Më falni nëse përshini gotën që janë dy me dorë të majt, nuk është me dorë majt, është me dorë të djathtë. Mirë po, kjo kamera del si në anë të pasqyrës, duket sikurse i duke kap me dorë të majt. Kjo është fjala tyne. Akmil barakallahu fik. أحسن الله عليكم. عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن عبد الله بن مسعود قال ما أبالي لو أقيمت صلاة الصبح وأنا أوتر. نعم. Ky tani e tregon thot një transmetim nga Abdullah ibn Abbas, Mes'udi radhiyallahu ta'ala anhu, që ka thënë që nuk e kam problem nëse bëhet ikameti i sabahit, thot unë jam duke fal vitrin. Ky transmetim është transmetim i dobët nga Abdullah ibn Mes'udi radhiyallahu ta'ala anhu. Dhe po ashtu është në kundërshtim me fjalën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam që ka ndalu të falet gjë pasi të thirrët ikameti. Kur falet i thirrët ikameti, nëse je duke u fal do të ndërprej namazin, përveç nëse je në fund namazit krejt. Përndryshe e ndërprej namazin dhe lidhesh në farz, nga se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë idha uqimatis salatu fala salata illa al-maktuba. Kur të thirrët ikameti, nuk ka namaz tjetër përveç farzit, nuk ka namaz tjetër përveç farzit. Kjo është prej gabimeve që i shohim të disa vëllezër, çka bëjnë, për shembull, pas është namaz sabahit, nëse vonohen për namaz sabahit, çka bëjnë, mas pari falin sunetin, nëse imami është duke u falin njerë sunetin, pastaj lidhen me imamin. Jo, s'bën ashtu, do të lidh me imamin, pastaj nëse ke mundësi e fal sunetin pastaj. Ekmil barakallahu fik. أحسن الله عليكم. عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه قال كان عبادة بن الصامت يؤم قوما فخرج يوما إلى الصبح فأقام المؤذن صلاة الصبح فأسكته عبادة حتى أوتر ثم صلى بهم الصبح. تعرف تقول مثلا një transmetim nga Ubada ibn Samit radhiyallahu ta'ala anhu, thotë që ai ka qenë imam thot një ditë i njerëzve, doli thot një ditë të afal sabahun dhe muezini e thirri kametin e namazit sabahit. Atëherë thot Ubada thot i tha hesht, ndalu një herë, thot deri ta mbaroj vitrin, e ka fal vitrin, pastaj ka fal sabahin. Akmir barakallahu fik. السلام عليكم. عن مالك عن عبد الرحمن بن القاسم أنه قال سمعت عبد الله بن عامر بن ربيعة يقول إني لأوتر وأنا أسمع الإقامة أو بعد الفجر. يشك عبد الرحمن أي ذلك قال. نعم. أكمل بارك الله فيك. أحسن. عن مالك عن عبد الرحمن بن القاسم أنه سمع أباه القاسم بن محمد يقول إني لأوتر بعد الفجر. قال مالك وإنما يوتر بعد الفجر من نام عن الوتر ولا ينبغي لأحد أن يتعمد ذلك حتى يضع وتره بعد الفجر. نعم. ترغم transmetim tjetër nga Abdullah ibn Amir ibn Rabi'a rahimahullah, që ka thënë unë thot e fali vitrin thot duke dëgju e kametin e sabahit ose pas sabahit. Thot nëse ka qenë duke dëgju i kametin nuk bën, ka se pejgamberi sa ka ndaluar të falet gjë pasi të thirrjet i kameti. Mas sabahit bën nëse të kamet pa fal. Allah e di më së miri. Kjo tjetra thot prap thot që Al-Qasim ibn Muhammad që ka dipet abirme ka thënë unë e fali vitrin pas sabahit. Thot Maliku rahimahullah thot në vitrin mas sabahit thot e fal ai të cilin e ka nxënë xhumi deri në sabah. Nëse dikut nuk i ka dalë xhumi me fal vitrin, e fal vitrin pasi të fal sabahin. Thot edhe askush nuk bën ta bëj këtë qëllimisht thot e lën vitrin,
ta falësh pas sabahit. Mirë po ke pas një të muqu natën, e se ke falë për shumë para se në flejt, atëherë bën këtu për ndryshe nuk bën ta bësh këtë qëllimisht. Akmil barakallahu fik. أحسن الله عليكم. باب ما جاء في ركعتي الفجر عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا سكت المؤذن عن الأذان لصلاة الصبح صلى ركعتين خفيفتين قبل أن تقام الصلاة. Tani transmeton një hadith nga Hafsa radhiyallahu ta'ala anha, Hafsa bint Umar. Hafsa bia e Umerit radhiyallahu ta'ala anhuma, që ka qenë gruaja e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe nana e besimtarëve. Ajo tregon që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur e dëgjonte kur heshte i muezini në namazin e sabahit, kur e mbaronte atë heshte pasi që kishte mbaruar ka hesht pasi e ka mbaruar ezanin e sabahit, i falte 2 rekate të lehta para se të bëhej ikameti i sabahit. I ka fal 2 rekate të lehta para se të thënë 2 rekate e sabahit namazit të sabahit, 2 rekate të sunnet të namazit të sabahit. Akmil barakallahu fik. أحسن الله عليكم. عن مالك عن يحيى بن سعيد عن أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليخفف ركعتي الفجر حتى إني لا أقول أقرأ بأم القرآن أم لا. Aisha radhiyallahu anha transmeton këtë hadith, thotë që pejgamberi sallallahu alaihi vërtet e falte, thotë i lehtësonte 2 rekatet e sabahit, qëllimi sunetit sabahit, sa që unë thaja, a lexoj umul kitabin apo jo, a lexoj umul Kur'anin apo jo, a lexoj Fatihan apo jo. Qëllimi është çfarë shpejt ju ka ndodhur Aisha radhiyallahu anha, sa që ka thënë, a lexoj Fatihan pejgamberit sallallahu apo jo. Nga se i ka thonë, thotë më shpejt se sa që i ka fal namazet tjera, nëse ajo e ka pa pejgamberin sallallahu alaihi wasallam duke fal namazin e natës, duke fal shumë gjatë sallallahu. E kur e ka pa duke fal namazin e sabahit shkurt, ka menduar që shumë shkurt e ka fal sa që ka menduar, a ka lexuar Fatiha apo jo. E pejgamberi sallallahu alaihi wasallam namazin e sabahit e ka fal me surën Fatiha dhe pas Fatiha se ka lexuar Qul ya ayyuhal kafirun në rekatin e parë. Dhe në rekatin e dytë pas Fatihas e ka lexuar Qul huwallahu ahad. Të shkurt ka lexuar pejgamberi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Akmil barakallahu fik. السلام عليكم. عن مالك عن شريك بن عبد الله بن أبي نمر عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه قال: سمع قوم الإقامة فقاموا يصلون، فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: الصلاتان معا، وذلك في صلاة الصبح في الركعتين اللتين قبل الصبح. نعم. Tani Maliku rahimahullah transmeton një transmetim nga Ebu Salama ibn Abdurrahman. Ebu Salama ibn Abdurrahman që ka qenë pitabene. Dhe thotë që njerëzit kanë dëgjuar ikametin e sabahit. Dhe janë ngritë të falen. Dhe pejgamberi sallallahu ka thonë as-salatani ma'an. Ata janë ngritë të falin sunnetin pasi që u bë ikameti. Pejgamberi sallallahu ka thonë prej kur u bënën 2 namaze. Dhe kjo ka ndodhur në namaz të sabahit, për 2 rekatet që janë para namazit të sabahit. E ka ndaluar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam të falet namazet sunnet pasi që është thirrë ikameti. Nuk bën të falet namazet sunnet pasi thirrë ikameti. Përveç nëse je në fund të namazeve sunnet. Përndryshe, nëse je në rekatin e parë apo në rekatin e dytë, ka fillimi në rekatin e dytë, del nga namazet dhe lidhesh në farz dhe nuk vazhdon në namaz. Akmil barakallahu fik. السلام عليكم. عن مالك أنه بلغه أن عبد الله بن عمر فاتته ركعة الفجر فقضاهما بعد أن طلعت الشمس. مالكو أكمل بارك الله فيك. عن مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن القاسم بن محمد أنه صنع مثل الذي صنع ابن عمر.
ايوه جزاك الله خير يا شيخ مسلم، بارك الله فيك، نراك غدا، بارك الله فيك، ممكن تخرج الآن، جزاك الله خير. Maliku rahimahullah transmeton tani thot se Abdullah ibn Umerit i kanë hub 2 rekatet thot 2 rekatet e sabahit, s'ka mujt me arrit 2 rekatet e sabahit. Thot edhe I ka fal pasi që ka lind dielli, pasi që ka lind dielli. Dhe Maliku po ashtu transmeton që Al-Qasim ibn Muhammad e ka bërë këtë punë, njëjtën punë thot në siç ka bërë Abdullah ibn Umer, thot nëse kjo është rregull e përgjithshme, nëse të humbit në sunetet, bën ti falësh pastaj, thot nëse fal gjë të keqe në këtë punë. Allahu tebaraka ve teala alam, sallallahu alaihi wa sallam, barak ala nabiyina Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.